Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës nga unë Tirona Lili. Ja ku po nisim sot maratonën e gjatë të komentimeve tona. Ju falemnderit shumë që na qëndroni besnik, që na besoni, ne mundohemi të komentojmë të gjitha ngjarjet që janë aktive, edhe pse fatkeqësisht është shumë e vështirë për të kuptuar lajme, do me thënë ka shumë thashetheme, ka shumë zëra, ka shumë dinamizëra, por mbi të gjitha ne mundohemi që t'jemi koherent në atë që ne kemi thënë dhe do të themi në vazhdim bazuar në jetën e artistëve shqiptar. Këtë ditë do ta nis dhe dua të fokusohem tek koncerti mbrëmshëm i Gjestit. Gjesti çuditërisht po na befason, do me thënë suksesi i tij nuk ka të ndalur, zakonisht kureshtja e këngëtarëve mund të jetë një javë, 2 javë, edhe koncertet fillojnë të kenë pak më pak zëra, do me thënë të kenë pak më pak publik, të kenë më pak njerëz, të ketë më pak kureshtje për ta parë një këngëtarin, por çuditërisht hera e parë, le të themi pas Big Brotherit të Luizit, Big Brother VIP 2-shin, shqiptarët kanë një kureshtje shumë të madhe nëpër Europë të ndjekin koncertet e Gjestit dhe pikërisht Gjesti natën e mbrëmshme ka qenë në Bruksel. Në Bruksel ka kënduar në një diskotek që ju vet nga atmosfera që kanali Monitor TV është munduar që t'ju sjellë në ditën e sotme, të shikoni se çfarë ambienti ka qenë. Do të thënë ka qenë një ambient krejtësisht i zjarrt, krahasuar me diskotekat e tjera, për shembull Rinorën, besoj që Brukseli ka qenë edhe më i zjarrt se Rinora 4, edhe më me zë, e kanë përjetuar më shumë, kanë kaluar më bukur, e kanë shijuar më shumë. Siç duket fansat e Gjestit apo ndjekësit e Gjestit kanë filluar që të përjetojnë lidhje shpirtërore edhe më të madhe me Gjestin. Tani që ai është më aktiv nëpër koncerte, repertuari i tij është mbushur edhe me më shumë këngë të tjera, do me thënë luan performanca të ndryshme në skenë, që skenës fatmirësisht i krijon një lloj dinamike dhe kjo tregon që Gjesti tashmë është përgatitur dhe është gati për të ngjitur në skena edhe më gjigante. Do me thënë ka pushuar, ka rimarrur veten dhe sot është më i fuqishëm se kur. Tani dua të ndaloj diku. Ju e shikoni këtë moment që Gjesti ka patur një super energji, mënyra se si ai vallëzon, mënyra se si ai performon, publiku është i ndarë në të 4 anët të skenës, do me thënë ka publik në pjesën lart, publik në pjesën poshtë dhe në 2 anët e tjera. Fansat janë entuziast, ka patur shumë shqiptar që mbrëm kanë qenë në Bruksel të shohin Gjestin, do me thënë shikoni diskoteka është në 3 kate, do me thënë kanë vërshuar shqiptarët për të shikuar Gjestin. Dhe ky vetëm që e vulos që është një fenomen i paparë dhe që çdo ditë merr dashurinë të pafund nga të gjithë shqiptarët. Jam shumë krenar, më besoni jam shumë krenar që po komentoj fenomenin Gjesti dhe që e kam komentuar fenomenin Gjesti se nuk kam gabuar. Ajo që është e veçanta për të gjitha koncertet e Gjestit më duhet ta veçoj dhe më duhet ta them atë vetarizmi i Gjestit. Gjesti në të gjitha koncertet që ka qenë aktiv që nga dalja e Big Brotherit e deri më sot, në asnjë koncerti nuk ka qenë pa patur në krah flamurin shqiptar kombëtar. Do me thënë Gjesti me flamurin e hapën mbrëmjen, më pas do me thënë elektrizon skenën dhe e bukura në Bruksel mbrëmishte se në momentin kur Gjesti u ngjit në skenë dhe po bënte përshëndetjen për të falendëruar të gjithë shqiptarët të cilët kishin shkuar për ta dëgjuar Gjestin dhe për të qenë sa më pranë tij për ta shijuar këtë eksperiencë të bukur, e gjithë diskoteka, do me thënë dizajni i diskotekës që ishte i tëri i mbuluar me 3D, me LED ekran, do me thënë një diskotek goxha e financuar, u shfaq flamuri kombëtar shqiptar. Do me thënë ishte një super moment i bukur, një super emocion që vetëm ato të cilët kanë qenë mbrëm në diskotekë dinë se çfarë kanë përjetuar në momentin kur e gjithë diskoteka ishte e mbuluar nga flamuri kombëtar shqiptar. Gjesti si zakonisht energjik, duke i kënduar të gjithë këngët e tij, me patjetër duke mos e
na shkaluar këngën Veshu dhe Nëreçu, një këngë që akoma pa dalur, fatmirësisht e pjesa e vockël që Gjesti ka nxjerrur në TikTok dhe në të gjitha rrjetet sociale të tij është bërë virale apo është bërë publike, të mos përdorim termin viral sepse është termi huaj. Ky fenomeni, do me thënë, e çon Gjestin që Gjesti të vazhdon të jetë shumë atraktiv. Shqiptarët mbrëm kanë kaluar momente shumë të bukura, është për t'u përgëzuar si Gjesti, ashtu edhe stafi i cili organizon këto mbrëmje, por edhe stafi i cili e udhëheq Gjestin, do me thënë një këngëtar i vetëm të mbushën diskotekën kështu siç e shikoni, kjo realisht është një famë e frikshme dhe çuditërisht e Gjesti, kjo gjëja vazhdon dhe po shtohet, do me thënë nga koncerti i parë apo nga mbrëmja e parë, sepse këto janë mbrëmje rinore, deri tek mbrëmja e mbrëmshme në Bruksel, Gjesti po korrë një sukses, do me thënë fansat vinë dhe shtohen më shumë. Shqiptarët kanë kurreshtje më shumë të dinë për koncertet e tij, më shumë të dinë për këngët e tij dhe më shumë të dinë për mbrëmjet e tij. Kjo me patjetër që është një sukses i mrekullueshëm. Këtë lloj adrenaline, Gjesti mbrëm do të thënë nga qenë i pa mëshirshëm për veten e tij, nuk ka një moment që ka thënë unë u lodha, unë dua të qetësohem dhe unë dua të vazhdoj përpara, por ka luftuar, ka vallëzuar në skenë, do të thënë ka dhënë një super energji, sikur e kishte mbledhur gjithë këtë energjinë për ta konsumuar vetëm në këtë skenën kaq të bukur dhe në këtë diskotekën që në fakt është një diskotekë që duket që ka një peshë shumë të madhe. Unë do ta them që jam krenar që jam shqiptar dhe ju jeni krenar që jeni shqiptar, sepse kemi flamurin më të bukur në botë, kemi artistët më të dashur, kemi artin më të bukur, kemi këngët më të bukura, kemi një bagazh të madh si nga folklori, si nga stilet e reja, do me thënë jemi popull i bekuar dhe kur shikoj unë të gjithë vëllezërit edhe motrat tona në për Europë, në për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që falë këtyre fenomeneve të gjithë bashkohen, të bohen në një fest kaq të bukur, kjo me patjetër që është një arritje shumë e madhe, kjo me patjetër që është një sukses shumë i bukur. Unë ju kam premtuar që ne do të ndjekim hap pas hapi gjërat e Gjestit, qoftë ato të jetës private, por qoftë edhe ato të jetës profesionale, për t'i sjellur të gjitha pranë jush. Gjesti çdo ditë po na bën më të lumtur, çdo ditë po na befason më shumë dhe çdo ditë po na tregon disa anët e tij që fatmirësisht bota është e ndërtuar në këtë formë që ne çdo ditë të nxjerrim anët tona dhe çdo ditë të fillojmë të nxjerrim karakterin ton për gjithçka që ne po bëjmë në rrugtimin e jetës. Do me thënë, presim projekte të bukura, presim koncerte të bukura, tashmë Gjesti dhe pak do të jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për herë të parë për të disponuar shqiptarët atje, do me thënë çfarë nuk kemi nga Gjesti.